qërë sot e bashkia për këtë lloj arsye, sepse të gjithë punëtorët, më falë Fredi të lutem, të gjithë punëtorët që janë këtu, jemi të tërë allegjinj. Dhe neve kemi unë jam punëtor i vjetër, kam 18 vjet në fshes që me dukën, dhe nuk e kemi problemi as të rroga, as të problemet e tjera, ne kemi vetëm se s'punojmë do ditën, se unë jam burrë e grua, dhe para ca ditësh, duke fshi nusja ma ofenduan, ma shan nusën, ma falë për shpren, ma falë 1 milion për shpren, i tha bëj shurën, tha, se na mbushe me plot. Neve nuk punojmë do ditën për këtë lloj arsye, sepse nuk punojmë do se na shajnë, na ofendojnë, më kanë qelluar, kam lajmëruar brigadierën, ka ardhur me një brigadierë dhe për momentin edhe ajo shfëmë nuk kishte çfarë të bënte atyre personave. Se neve kemi, po pikërisht ka rëmuj, kam 18 vjet në punë dhe nuk kam punuar ndonjëherë ditën, me rast emergjence po, me përmbytje me këto jam i detyruar të dal në punë. Jemi të detyruar dhe vetëm sot për këtë ankesën ata që do punoni ditën, vetëm të ndërmarrja jemi me kontratë pune të gjithë dhe kontratën e ka ky zotëria shoku jon që shfutur brenda na kërkuan dhe na than jemi 24 veta, jemi të tërë familjar dhe duhet të na than që tani për momentin tha qoftë se ju veni në bashki e jeni të pushuana puna. Për çfarë arsye? Dëgjuam, unë nuk e kam dëgjuar në drejtoresha, apo me llafe është gjë e kot, na punëtorët të tërë që jemi neve këtu na njëri tjetri. Jo na drejtoresha, na njëri tjetri. Prandaj do ta ditë ditën nuk dalim dot për këtë lloj arsye, sepse nuk punojnë dot se ka edhe qarkullim dhe makina. Para ca ditësh më qelloi makina, kush më erdhi na këta më ndihmoj mua? Asnjë. Të lutem. Ofezën të thash ma ja bën ngruas. Kësaj zonjës e shan. E qelluan, u hodhi shoqi, e qelluan direkt këmbën. Urdhë, me tull në këmbë. Kush na erdhi neve në mbrojtje? Vashta shoh dhe njerëz të pak të lutem. Kush na erdhi ne në mbrojtje? S'na erdhi njëri. Prandaj nuk punojnë dot ditën për këtë lloj arsye, sepse nuk punojnë dot. Hajde të fshiu tani te makina këtu, urdhë makina. Ku do fshiu tani këtu? Të më japin një orar, unë nuk kam asnjë lloj problemi, kam vetëm këtë, kam marrë për të qëllim sepse nuk punoj dot ditën. Do takoni njeriu kanë thënë? Ne jemi në pritje s'po na del asnjëri. Që të na japin ruzit e faleminderit juve.